Jemi në një transmetim të drejt për drejt të Breaking. Në të pjesë do të diskutojmë për çështje që lidhen me shëndetësinë, e konkretisht një vaksinë që është prodhuar në fakt synohet edhe bëhet me dije se është vaksinë eksperimentale kundër kancerit Enteromyx, e zhvilluar në Rusi dhe Serbia ka njoftuar se do të jetë vendi i parë në botë që do ta testojë atë. Do të shkojmë në këto momente në një lidhje direkte për të diskutuar për këtë zhvillim, por sigurisht duket se ka pasur mjaft problematika në vende të ndryshme sa i përket përdorimit të vaksinave anti-Covid. Tashmë një pjesë e qytetarëve, atyre që kanë pësuar probleme shëndeti, janë duke fituar edhe çështjet në gjykatë, siç ka ndodhur së fundmi me një paciente në Itali. Aurora Dollenberg është shfaqur tashmë, mjekja e njohur do të jetë për të diskutuar mbi këto zhvillime. Kënaqësi t'ju kemi në Breaking. Mirë se ju gjeta. Për çfarë bëhet fjalë? Është një vaksinë eksperimentale e zhvilluar në Rusi kundër kancerit dhe duket se Serbia ka dalë e gatshme për ta aplikuar e para. Çfarë rreziqesh ka në një situatë të tillë? Është e vërtet që kur flasim për vaksinë për kancerin, në një aspekt jemi shumë entuziast, sidomos kur nuk jemi mjek ose nuk jemi të fushës së kërkimeve shkencore, pasi krijohet një optimizëm dhe një shpresë shumë e madhe që kanceret mund t'i parandalojmë madje dhe t'i shërojmë anë të vaksinave. Dhe në anën tjetër kemi atë aspektin sa që përmendëm fjalën vaksinë, siç e thatë juve, kemi edhe raste të komplikacioneve që ato sjellin, raste jo vetëm paralizave, të trombozave, por deri në vdekje, humbje të jetës. Prandaj dhe termi vaksinë shijohet, mund ta quajmë me shumë kujdes pas kaq viteve pandemi që kaluam dhe kaq miliarda doza që u shpërndan në popullat të vaksinave. Por për sa i përket pjesës Enteromyx, kështu i quhet vaksina kundër kancerit e re në fazë eksperimentale, pritet së afërmi që ta aplikojë Serbia? Që në vitin e kaluar është dhënë ky lajmërim nga shteti rus që ato e posedojnë tashmë një vaksinë për parandalimin e kancerit. E vërteta është që mjekësia ka shumë vite që punon me terapi vektoriale që quajmë neve dhe me ADN, vektor të mRNA-s, të ngjashme edhe me vaksinat me vektor gjenetik që u përdorën edhe kundra Covidit, për nga struktura që ato kanë dhe tendenca që kanë. Në shumë qendra universitare të Europës, duke filluar që nga Oxfordi, Heidelbergu që është këtu për Gjermaninë, janë, mund ta quajmë, vendet kryesore udhëheqëse për sa i përket rezultateve të para të një terapie me vaksinë. Është pra bëhet fjalë për shërim dhe për terapi, nuk bëhet fjalë për parandalim të kancerit në ato kuptimin klasik. Dhe pikërisht Suedia dhe vendet nordike kanë qenë ato që kanë nxjerrë studimet e para se sa të efektshme dhe në cilat raste ne mund të aplikojmë këto vaksina kundra kancerit. E vërteta është që nuk mund të flasim për një vaksinë të generalizuar, por vetëm për disa kancere të caktuar, sidomos ato të zonës gastrointestinale, pra një vaksinë enterike që e përmendët dhe ju nga Rusia, nuk kupton të veprojë sidomos te kanceri i zorrës dhe shumë të ndjeshëm me një terapi, me një aftësi shëruese të kësaj vaksine është treguar te kanceri i pankreasit, që kanë disa defekte të caktuara gjenetik. Pra jo të gjitha kanceret, por ato që kanë një profil të caktuar gjenetik. Dhe fakti që Serbia po e ndjen krusin në këtë iniciativë që është më tepër një parull politike, mund ta quajmë, se jo mjekësore, nuk është diçka e veçantë për ne botën shkencore, sepse ne po e aplikojmë prej disa vitesh. Komuniteti shkencor, çfarë qëndrimi ka mbajtur në lidhje me këtë vaksinë të zhvilluar në Rusi? Është, mund ta quajmë, më tepër një polemik politike, e cila ka një porcion shumë të lartë propagande në vetvete, se është një gjysmë informim kur flet për kancer dhe për vaksinë, sepse realiteti është që kemi terapi me vektor gjenetik të cilat synojnë që të prodhojnë disa vaksina të cilat shkojnë tek ADN-ja e qelizës tumorale dhe ta modifikojnë ato për ta bërë të dukshme për sistemin ton imunitar, pikërisht për ato polica, mund ta quajmë, të sistemit imunitar, të ashtu quhetura qelizat limfocite T.
Pra janë ato polica që i detektojnë, i kapin qeliza tumorale çdo ditë kur ato prodhohen nga trupi jonë, dhe këtë e kemi të gjithë. Pra nuk ka person që nuk prodhon çdo ditë qeliza tumorale, sistemi jonë imunitar i kap në kohë, i zhduk dhe nuk zhvillojnë kancer. Disa pacientë kanë fatin e keq që në saj të shumë toksinave që mund të kenë ambientin e tyre, në ushqimin e tyre, të stresit që promovon një mund ta quajmë një trullosje të sistemit imunitar. Pra sistemi imunitar nuk i dallon më armiqet qelizat kanceroze që zhvillohen në trupin ton, sepse stresi e përkeqëson sistemin ton imunitar, dhe mbi të gjitha dhe gjenet. Disa prej nesh kanë gjene për të zhvilluar kancer, disa të tjerë jo. Pra të dyja këto faktor, ambiental dhe gjenetik, bëjnë që në disa persona në popullat të zhvillohet kancer, sepse sistemi imunitar nuk i kap në kohë këto qeliza që prodhohen për dita të kanceroze. Dhe detyra e vaksinës është pikërisht t'i veshë këto qelizat tashmë të ekzistente, pra e kemi tashmë tumorin, diagnozën e kemi, bëhet fjalë për një tendencë për shërim. Pra qëllimi jonë është patjetër ta shërojmë. Studimet më të fundit tregojnë që ne arrim deri në 75% e kancerit i pankreasit dhe disa lloje të kancerit të zorrës, që të ulim rikthim të kancerit nëse e kemi operuar, e kemi rezatuar kancerin, e kemi trajtuar me kemoterapi, që kanceri mos rikthehet përsëri, japim këtë vaksinë dhe ulet probabiliteti për të rikthyer kancerin deri në 75%. Kjo është rezultati deri tanishëm. Doktoresha, shumë kënaqësi t'u kisha në këtë komunikim, ka gjithmonë interes në momentin që bëhen me dije lajme të tilla për prodhimin e vaksinave që mund të shkojnë deri në kurimin e kancerit.